إنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أفلندريم الله عز وجل باشا مشيرة بكيمة الله تشوفشين بمتداشر إن الله بتدرور محمد صلى الله عليه وسلم بفامiljen e tij të ndershme dhe shokët e tij fisnik. Vazhdojmë me leksionet tona në mësimin e leximit të Kuranit me lejen e Allahut Azza wa Jall. Sot e kemi një mësim që e shoh që shumë me rëndësi pasi që i kemi mësuar në përgjithësi shkronjat, germat. Ky mësim, flet për vend artikulimin e tingujve, germave të gjuhës arabe. E kemi përmend se shqiptimi në gjuhën arabe është esencial, sidomos kur mësojmë leximin e Kuranit, sepse dietarët që thonë çdo shkronjë, çdo germë duhet mi ia dhon hakin kur ta lexosh Kuranin, apo? Prandaj edhe duhet çdo germë me shqiptu qartë edhe mirë në mënyrë të saktë, ashtu çish i takon. Këtu, domethënë, dietarët na kanë shpjeguar saktësisht se çish duhet të formohet, të artikulohet germa. Prandaj edhe këtu është duhet me mësu, domethënë po mësojmë tash me lejen e Allahut Azza wa Jall për vend artikulimin, vend formimin e tingujve. Në prej ku del tingulli. Për shembull, tash shkronjën B ose M. Për shembull në gjuhën shqipe tash B, M, prej ku del? Ku është vend artikulimi? Do të thonë zakonisht bashkohen buzët, prej buzëve, po, del tingulli prej buzëve. Edhe kështu, domethënë, shkronjat, germat në gjuhën arabe, tingujt e kanë vend artikulimin, vendin prej ku dalin tingujt, apo? Do nga fyti, nga Po, prandaj, domethënë, duhet me shiku saktësisht se prej ku dhe mënyrën çish formohen ata tinguj. Për me dal pastaj, domethënë, fjala sakt, për me dal germa sakt, për me e shqiptu pastaj fjalët e Kuranit me i shqiptu në mënyrë të drejtë dhe të mirë, apo? Tash këtu shikues të nderuar, shikoni këto ilustrime tash që po i shihni para vetes. Ndonjëherë duni edhe me neve me marr kontakt me shikuar neve se pastaj ndonjëherë kena me i shpjegua edhe praktikisht, domethënë, vend artikulimet e tingujve. Këtu në, domethënë, vend artikulimet përgjithësi, domethënë, kryesorët që i kanë cek dietarët janë 5. Fillimisht, domethënë, hapësira e gojës dhe fytit, domethënë këtu, tash kjo pjesë për shembull, hapësira e gojës dhe fytit, ku do ta shohim pastaj për cilët germa dalin apo cilët tinguj dalin. Vend artikulimi i dytë, prej ku dalin germat, fyti, edhe këtu kemi fillimin e fytit, domethënë fillimin e fytit, mesin e fytit dhe fundin e fytit, në pjesa më e largët e fytit, apo këtu për shembull po i shohim 2 germa, i kemi se një vend artikulimi ka 2 germa këtu për shembull, ose ka mundësi me pas një vend artikulimi pas më shumë se një germë. Ka raste ku shumë ka 3 germa apo më shumë. Tash këtu janë kryesore sepse gjithsej, shikoj këto, gjithsej i kemi 17. 28 germa ose 29 me hemzën, i kemi gjithsej 17 vend artikulime. Apo në vende prej ku dalin tingujt. Ndërsa këto janë bazike, këto kryesorët. Këto janë 5 kryesorët. Ndërsa ka mundësi që prej një njonjës, për shembull këto fytit, me dal më shumë germa. Për shembull komplet janë 6 germa, po, ama prej fytit 3 vend artikulime, prej fillimit të fytit, mesit të fytit dhe fundit të fytit. Tash pastaj kemi gjuhën, domethënë gjuhën, këtu që e shihni gjuhën, buzët, edhe hapësira e brendshme e hundës. Me kharij al-huruf, domethënë këtu janë vendaljet apo vend artikulimet e germave, e tingujve. Këtu kemi një kemi këtë germat, këtu i kanë vendosur ku e kanë vendin e artikulimet, apo shef. Për shembull këtu fytin, hemzën dhe he. Pastaj ha, ain, ghain, kha. Për shembull këtu kafi, kaf, e kështu me gjuhë, cilët i ka. Pastaj këtu te bust, cilët janë te bust, apo të qelza, që ka kombinim me pjesën frontale të gjuhës, për shembull, cilët shkronja kështu më radh, që do t'i analizojmë tash pak më
hollësisht, inshallah. Këtu kemi një ilustrim që për shembull, më shkurtimisht tash, para se të vazhdojmë, për shembull këtu po shkruan tash e kemi fytyn, apo? Për shembull këtu i kemi 3 vend artikulime, që e cekëm, apo? Në fillim, në mes edhe në fund. Tash po shkojmë po hym tek pak te germat, tek tingujt. Do thon hapësira, shikoni mirë këtu, hapësira e gojës dhe fytyt e brendshme. Këtu i kemi zgjatimet e zanorëve, vokaleve e, i, u, apo? Që e kemi mësue. Këto do thon jo se e është faktikisht nuk është në rregull, kemi thonë apo a tek shkronjat e forta. A bot. Kjo zgjatime është zgjatimi është brenda në përgjithësi, nuk ka, tash me një vend caktum. Nuk e kemi me një vend caktum ku del se kurse b për shembull, kjo është një vokal, një zgjatim. Prandaj e kemi pjesën e brendshme të gojës dhe fytyt. E kemi e, i, u, që përbëhet me wow, tek uja për shembull edhe me damen paraprake, mbi gjermën paraprake, tek e gjatë, elifi me fethen mbi gjermën paraprake, apo je pas kesras, do të thonë që është ndër gjermën paraprake, apo? Po. Mirë, tu e kemi tash hemzën, për shembull, të kemi hemzën edhe he. Tek vendi më i lartë i fytyt, për këtu i del hemza, shikoni vëllezër. He, he. Shikoni mirë ku po del tingulli, apo e vren. E. Që këtu. Po. He. E ka një vend artikulim, vesh ndryshe, domethënë shqiptohen. Pastaj mesi i fytyt është ha, pak më lart, ha edhe ain. Ha, ain. A mundesh me thonë atë ha? Ha. Ain. Ha. Ain. Po. Tek hemze he. Mirë. Tash vendi më i afërt i fytyt. Khaja, khaja, edhe cila shkruajnë është kjo? Këtu? Ghain. Po ghain. Mirë. Këtu do e mos duhet del tingulli me grithje të fytyt. Shkemi se duhet patjetër mu grith fyti. Kha. Po. Apo? Vend artikulimin e ka domethënë në pjesën më të afërt të fytyt. Po. Tash e kemi gjermën ose tingullin kafin. Kafin, edhe e kemi kef. Kef është identike me këjen ton. Mirë. Ndërsa kaf, kjo është prej gjermave të forta, apo të rënda. Prandaj duhet të pas kujdes me shqiptu mirë. Shikoni këtu vend artikulimin, shikoni këtu ku është gjelbërt e shënjuar me gjelbërt. Shifni këto ilustrime që janë shumë të mira, artikulimet me gjelbërt, apo shifni këto vendin ku është e shënjuar. Po, shumë. Për këtu i del shunja kaf. Me gjuhën, kombinim me gjuhën. Kaf. Shoh pjesën më të lartë të gjuhës. Apo pozita më e lartë të gjuhës është në kombinim me në fund të qiellzës, atje. Kaf. Gjuhëza hyn, në funksion. Kaf. Kef, nuk duhet shumë me analizu, sepse kemi në gjuhën shqipe kef, thuj kef? Kef. Kaf? Mirë. Këtu prej mesit të gjuhës janë 3 shkronja, 3 gjerma që kanë një vend artikulim, ama pak ndryshe formon, apo? Tash e kemi je, e kemi shin, edhe e kemi gjim. Je, shikoni, je, mundoni shtu me, na e kemi edhe këti je, nuk është më thonë qka e rond, edhe shinin e kemi, shëjën e kemi, gjim, gjë e kemi, ndaj, këto i njofmi mirë, në kombinim me gjuhën, vetëm se pozita pak të ndalon, je, edhe gjim, pozita edhe me qiellzën ku preken, ku e formojnë tingullin. Diferencë e vogël, nëse. Po, është një diferencë e vogël. Tash e kemi një shkrim shumë speciale, kemi, bëhet fjalë për dadin. Dad, këtu, duhet bëhet një presion nga gjuha drejt qiellzës, gjuha shkon nalt tek qiellza, dhe tingulli del pastaj prej pjesës frontale të qiellzës, apo? Dhe prekja, shikoni tash këtu mirë, prekja duhet ndodh tek pozicioni i shënuar këtu me gjelbërt në ilustrim, që këtu. Aty gjuha shkon nalt, dad, shikoj mirë, dad, edhe del pastaj prej pjesës frontale të qiellzës tingulli.
Dad. Thuj? Dad. 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 Edhe jo, shikues të nderuar, edhe ju mundoni me I përsërit kështu pas neve, me I përsërit edhe jo me shqiptu, domethënë gjerma tingujt, që në mënyrë t'i ushtroni edhe ju mirë. Lem, domethënë lem nuk kemi nevojë shumë me hy me shpjegu, sepse kemi në gjuhën lejen, e kemi, domethënë, po e shihni këtu vend prekja e gjuhës me qellzën, pjesën e qellzës dhe që del tingulli. Pastaj lem me ra. Ka një pak një dallim, se te raja e kena shikoni këtu pak bëhet një vrim e vogël ku del tingulli ra, formohet një shpascir. Ka pak një ndryshim domethënë në formim. Lem me ra. Shkronja nun këtu e kemi në gjuhën shqipe, ne kemi domethënë është njëjti shqiptim. Andaj te këto dbutët po shohim se nuk kemi nevojë shumë me hyn detaje sepse këto I kemi na. Po posedojmë këto thjeshta për ne. Këto germa, këto tinguj edhe janë thjeshta dhe këto dihen. Aty ku ka nevojë pak më shumë shpjegim, ndoshta janë ato që janë të forta, që nuk I kemi në gjuhën shqipe. Te nuni domethënë shprasira, domethënë pjesa e brendshme e hundës, domethënë këtu ai është një farë kombinimi mes domethënë prodhimit të germës brenda në gjuhë, që gjuha ku shkon tek qellza nun, ama pastaj kur dale tingulli saktësisht edhe me hund del një pjesë, apo ton kombinohet nun, shef. Donë përdor edhe hundën, pjesën e brendshme të hundës. Ton këtu është el khayshum, që quhet në gjuhën arabe. Don te, del edhe ta. Tash te edhe del këtu I kemi. Këtu I kemi, këto dy shkronja. T-jen edhe D-jen e kemi, apo? Fillimi I gjuhës, këto germa që janë në fillim të gjuhës, duke prek fillimin e dhëmbëve të parë, apo? Ta vetëm se taja, taja, me bo trond, me pas kujdes me bo trond, mos me bo njëjtë me T. Ta, me bo ta. Bëna ta? Ta. Shqiptaje ta? Ta. 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 Edhe jo shikues të nderuar, mundoni me imitu. Ta. Ta, shikoni mirë që po shqiptojmë edhe shqipton edhe jo. Ta, vend artikulimin e kanë këtu. Që po shef. Domethënë prodhohet mes pjesës frontale të gjuhës. Të gjuhës. Edhe me pjesën frontale të qellzës, apo? Të qellzës, po. Në përgjithësi të shkronjat arabe, domethënë sa duket gjuha vet ka një funksion shumë të rëndësishëm për po shqiptimi është esencial, është bazik, domethënë japin shumë kujdese çish po e shqipton, apo kupton? Theksi. Prandaj edhe duhet me pas, domethënë kujdes se kur ta mësojmë leximin e Kuranit, me tingullu, me mundu me shqiptu tingujt aq mirë sa që dalë edhe gjuha arabe më e pastërt. Domethënë që tingëllojë pak si gjuha arabe. Jo si domethënë si me theks tjetër. Jo, përveç se kam dëgjuar gjithashtu që mund të ndryshojë edhe kuptimi me një Po, nëse nuk I respekton ato rregullat mirë, ato normal. Për shembull shumë rrezik nëse hajen për shembull e thu ha. Audhu billah, ka e ndron shumë kuptimin, shumë fjalë. Domethënë sidomos të forta që janë, me I bot buta, me pas kujdes. Përgjithësi çdo harfi, çdo gerë më ia dhon hakin, më ia dhon drejtën e vet që e meriton atë që e ka. Mirë. Tash tingujt e buzëve, me buzë që bëhen. Don këtu e kemi fe, e kemi në gjuhën shqipe. Shikoni tash ç'po del këtu, pak ajër fe, shikoni fe, apo? Tash pastaj kemi mimin, be, wow. Tash mimin edhe be e kemi edhe në gjuhën shqipe, mim, që kanë të buzë pak din më domethënë bashkohen, ama domethënë artikulimi I germës, domethënë ndodh në krejt distancë, mim, më shumë se krejt distancë, mim. A be është në fillim, apo është në mes, aty kur del tingulli. Shikoni ç'po bëhet këtu bashkë. Ama këtu e kemi edhe në gjuhën shqipe. Prandaj domethënë I njohin, thonë ata që po I mësojnë tash. Vetëm se tek e kam shënuar këtu tek wow. Vetëm se tek wow është pak ndryshe, thonë duhet me pas kujdes, mos me bë, thonë si v. Identik me v që e kemi, v. Po më vesh vela dali, më thonë gabimosh, wala dalin, wa. Unë thonë e kam pasë I ngjan, do thonë është pothuajse e njëjtë me we në anglisht është. W që është. We. Për shembull we,
Kuptoj ne, we, apo. Kjo i ngjan shumë. Dhe shiko këtu për shembull tek wow, që i bashkojnë buzët, që e bën një rreth, që i mbledh buzët, apo kupton? Wow, shikoni, wow. Duke formuar një rrumbullak. Walhamdulillah, apo kupton? Po. Sa është? Wow. Thuaj Wow. Mirë. Ose në anglisht me që e përmende është edhe kjo domethënë kur mahnitesh për diçka dhe thua wow. Po, kjo është domethënë që mund të përshtatet me. Po, W anglisht, mos e harro. Po. Jo V në gjuhën shqipe që kemi. Germën fe, domethënë e pam, se kemi edhe në gjuhën shqipe, nuk kemi nevojë fare me shpjegu më hollësisht, sikurse po ashtu edhe B edhe mim. Vetëm se mundoni me shqiptu B, mim, mirë, domethënë qartë. Wow, që në këto mbledhja e buzëve, wow. Me kaq po e përfundojmë këtë mësim të vend artikulimit të germave të gjuhës arabe. Në vendet prej ku dalin germat tingujt. Po. Besoj ishin qarta, ato që janë të forta, sikurse sad, për shembull, sad, me pas kujdes me shqiptu sa më qartë e sa më mirë, apo? Sad, bëjnë ati sad. Shqiptë edhe njerë, sad. Mirë. Këto të butët, thamë se i kemi edhe gjuhën shqipe, nuk duhet edhe na me i përsërit, se i njoh me mirë, këto të fortët, ta, përse ndëruar edhe jo, mundohni me i përsërit, ta, me shqiptu, qartë dhe mirë, sa më sakt, ta. Del, te, këto dë, të i kemi, i përmendëm, nun, ra, kemi thonë e fort, Po. kur t'janë me kesra, ri, shumë e but pak, Më lehtë, po. ma e letë, me dhe mukhaffafa i thonë, mufakhama i thonë e fort, ra, leme kemi, dad është shumë e rëndësi. Për ato dhe gjuhë arabe, quhet lugatu dad, i thonë, lugatu dad. Po. Pse lugatu dad, gjuha e dadit, sepse këtë harf, këtë germ, nuk e ka asë një gjuhë tjetër, përveç se gjuhë arabe. Dhe është një karakteristike gjuhës arabe, dad. Po. Sepse vetëm gjuhë arabe e ka këtë germ, dad. Shiko, gjuha, thamë i bën presion, qiellës, dhe del prej anës frontale të qiellës del tingulli, dad. Thuj? Dad. Bëje presion gjuha tek qiellës. Edhe vendprekja është këto, se këto që shpo e shifni të gjelbërt, ku është shënume me gjelbërt në ilustrim. Cekëm, në thonë, i përmendëm, këto shin, gjim, je, i kena, sh, gjë, jë, kë, i kemi, i përmendëm, edhe folëm për to, tash kafi, kaf, shef, edhe gjuhëza i pak në funksion, tek vendi ma i largët, i gjuhës, kaf, në që është në kaf, kha, gajn, thuj kha, gajn, edhe jo, shikus të ndëruar për sërit në, kha, gajn, pjesa ma afërt e fytit. Ndërsa mesi i fytit, shkronja, ha, prej mesit të fytit, apo? Ha, ain, thuja ain, ha, mirë, alhamdu, edhe jo shikus të ndëruar, më ndoni sa më qartë dhe sa më mirë, ha, ain, prej mesit të fytit, po e shifni edhe mundi nëse e prek, ne e vreni vetë, ha, ain, qëtë shqiptimi sa më i qartë, këtë mesazhi lidhët për shqiptimi jetë sa më i qartë, sa më i mirë, sa më i sakt, që dalë edhe pastaj fjalët, që dalin edhe fjalët në gjuhën arabe sa më korrekte, dhe sa më qarta, dhe sa më të mira. Vendi më i largët i fytit. Apo nëse prek një vreni fytin. Mirë.
me kaq po e përfundojmë këtë leksion, shumë e rëndësi, besoj, këtë mesazhi ka qenë tek shqiptimi, dhe një propozit tek shqiptimi që të jetë sa më i saktë, shqiptimi të jetë sa më i qartë, sepse kemi thonë se kjo është bazik, kjo është çështje bazike, është çështje esenciale në gjuhën arabe. Prandaj edhe ju, shikues të nderuar, përsëritni këtë mësim, domethënë shikoni mirë prej nga po dalin, sidomos germat e forta. Edhe një herë po përsëris, germat e forta, rrini gati, kujdes, fokusoni mirë, koncentroni mirë, edhe shikoni mirë qartë shqiptimin që të jetë sa më e mirë, pastaj edhe gjuha arabe të cilën e flisni, sidomos kur e lexoni pastaj Kur'anin, fjalën e Allahut Azza wa Jall, çdo shkronjë, çdo germ duhet, çdo germë më ia dhon hakin. Çdo shkronjë e ka drejtën e vet dhe nuk bën me i hyn hak. Andaj duhet me ushtru mirë shqiptimin. Me kaq po përfundojmë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح.